Sot do t'ju tregoj historinë e një triu që thot se është i pushtuar nga një qenie që vjen nga një botë tjetër. Dëgjojeni me kujdes. Është një histori që ma ka treguar para disa kohësh, sepse për ata që nuk e din, në vitin 2015 prezentova një emision, të njëjtin emision si emisioni Enigma, por në Itali, Il ricercatore degli alieni. Dhe do prezentoja këtë emision në Discovery Channel. Ashtu ndodhën disa probleme që nuk e prezentova për arsyet mia personale, jo të kanalit, sepse dëshironin që të bënin atë që dëshironin ata, por duke qenë brenda televizionit që kur kam qenë i ri, e njoh mirë mekanizmi dhe unë nuk doja që të dili aty vetëm një sezon dhe pastaj të më shkatëronin. Sepse duhet të dini që ata e bëjnë vetëm për veten e tyre, nuk e bëjnë për personazhin. Pra e bëjnë një emision për të mbushur programin e tyre, por bëjnë edhe ç'është e mundur që të flitet për atë emision. Dhe në disa raste shkaktojnë edhe probleme. Pra njerëz të rëndësishëm, ndonjëherë dhe jo të rëndësishëm, por që kanë bërë emisione dhe janë zhdukur krejtësisht. Dhe tani po ju them se çfarë ndodhi në atë kohë. Në vitin 2014-2015 unë kisha kontaktuar disa njerëz, më kishin kontaktuar disa, por disa i kontaktova unë. Dhe njëri prej tyre është një djalosh, një Roberto quhet. Nuk po e them mbi emrin, por ky djalë që është nga Torino, më shkruante për disa fenomene të çuditshme. Në fakt, unë kisha seleksionuar disa nga këta njerëz që pretendonin që kishin kontakte me forma të tjera jete, por ky më bëri përshtypje dhe do t'ju them se përse. Pikë së pari më tregoi për një vend që të gjithë e njohin, por askush nuk flet. Bile po e dëgjoni këtu për herë të parë. Është një vend që është një forum piramide, si mund të quhet, në Torino. Dhe është bërë brenda një tuneli, ose si mund të quhet brenda një mali. Dhe aty shkojnë njerëz të rëndësishëm, okay? Dhe autoritet që tregojnë tani me Epsteinin e çfarë tregoheshin që atëherë, flitesh që atëherë, bile jo vetëm në Torino, por edhe në disa vende të tjera. Dhe nuk ndodh vetëm në Itali, nuk ndodh vetëm në Amerikë, por ka ndodhur edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, madje edhe në Maqedoni dhe në Maltëzi. Nuk mund të flas më shumë, por është e vërtet dhe ose janë teori konspirative, por le ta lëm me kaq. Atëherë ky zotëri tregonte ky djalosh, sepse në atë kohë ishte ende më i ri se sot. Sot është 30 sa vjeç, por atëherë ishte akoma më i ri. Dhe tregonte që kishte qenë pra në një nga këto vendet. Dhe e dini se sa vjeç ishte kur shkoi atje? 14 vjeç. Dhe thoshte që bënin disa gjëra të çuditshme me të. Dhe kur erdhi momenti që ky donte që, sepse erdhi një moment që donte të tregonte. Bile ky ishte pak më i ri nga ajo mosha atëherë, pra nga mosha 14 vjeç, por në moshën 14 vjeç u bë më i ndërgjegjshëm dhe kërkonte që të fliste. Dhe dikush i shkoi në shtëpi, në dhomën e tij. Nuk u hap asnjë derë, ishin të gjitha të dyert mbyllur. Ky ishte me familjen e tij dhe ishte në dhomën e tij. Çudia ishte që brenda dhomës së tij mund të cep në mur, siç e tregon ky tani, tek muri, pra u hap një vark, si thon këta, një rreth dimensional, si mund të quhet. Dhe nga ky dimension doli një qenie. Okay? Dhe kjo qenie në forum si mund t'ja them, ai e quhen Drago ose Draco, por në formë e një reptili. Dhe rreth 2 metra, siç e tregon, por me një forcë maramëndse, me bisht, dhe i tha vetëm kaq me anë të mendjes. Merrini këto si fantazie, por është mirë që të kërkoni dhe ta diskutojmë. Dhe i tha me anë të mendjes, i tha ti nuk do shkosh as gjikundi dhe nuk do flasësh me askënd. Pra kjo ishte pjesa e parë që ai më tregoi. Pastaj kur jemi takuar dhe bëra edhe një pjesë të intervistës e kam bërë dhe me anë të telefonit e kam regjistruar mbi 40 minuta, por njëkohësisht i kam bërë edhe një video të shkurtër ku ai tregon vetëm një pjesë të vogël të jetës së tij me video. Por po ja u them këtë sepse më vonë zbulova që disa gjëra që ai thoshte ishin të vërteta, qoftë për atë piramidën që ai thotë që shkojnë njerëz dhe bëjnë rite, që ende sot nuk flet askush, por qoftë edhe për ato lidhjet që kishin me të rinj. Okay? Jo vetëm me vajzat të reja, të vogla, por edhe me djem të rinj. Si puna e këtij për shembull, që edhe ky ishte shumë i ri në atë kohë. Dhe ishte një
periudhë si është ky e zymt për të, sepse nuk kishte as shok as kënd, sepse ata ja ndalonin që të kishte shok, si duket, sepse ai do fliste. Duke qenë i vogël, ai mund të fliste me të tjerët. Dhe e joshnin me para, i dhe jepnin ndonjë gjë të vogël. Problemi është që me kalimin e kohës, sepse ai nuk thot, me fjalë nuk e kam pyetur, nëse më vjen zor që ta pyes, me fjalë nëse kush janë dëshirat e tij. Ai nuk ka as të dashur mashkull as të dashur femër. Tani unë nuk e di se dëshirat e tij dhe as nuk më intereson nga një ran, por doja të dija se pse ai kryu marrëdhënie me këta, për çfarë arsye, pra u detyruan apo si. Ai thotë që i hidhin disa gjëra, i hidhin qoftë në ushqime, qoftë, por ajo që joshte më shumë ishin parat. Tani, pse po ju them për këtë? Sepse nga momenti që ai takoi, ose më mirë ra në kontakt me këtë qenjen që shkoi dhe i tha, nga i moment e pushtoi dhe filloi që ti ndryshonte mendimin, ti bënte çdo gjë me anë të mendimit. Ndoshta këto janë fantazitë të tij, nuk e di, por këtë ata i tregon dhe unë po ja u tregoj juve. Tani, atë që kam lexuar, për sa i përket vendit ku ai thoshte, rritet që bëhen pikërisht për nder të një reptili. Të paktën kështu thuhet nga të gjithë dëshmimtarët. Pra, shumë dëshmitar që flasin për këtë, i gjeni të gjitha këto që po i them. Shumë dëshmitar që flasin për këtë, që në disa zona, tash vetëm në Itali, po në vende të tjera, bëjnë rriti dhe gjatë rriteve ju falen dikujt, pra një qenje, që është gjithmonë një demon, ose disa i quajnë, jo vetëm demon, por i quajnë një qenje demoniake, ose një reptil, ose një demon, ose i kanë vënë epitetet të ndryshme, por që kanë të njëjtën lidhje. Pra, është një qenje që është si një reptilian, me pak fjalë. Dhe është i njëjti personazh që siç e tregon edhe ky. Tani, në qoftë se dikush është më i zgjuar se ne dhe mund të hipnotizoj, të tregojë që ka një formë apo një tjetër, ne këtë nuk e dim se çfarë forme ka. Por kështu ju prezantua këtij Robertit. Pra, ju prezantua si një dragua, prafërsisht. Pra, me luspa, me ato lëkurën e qarë ashtu, dhe si puna jo e gjarprit, por më shumë, më e fortë se i gjarprit, dhe e bërë, me fjalë e vjetruar. Dhe në një farë mënyre, ndejtë në kontakt në shumë kohë, sa që ky fillimisht e mendonte se ishte një shok, sepse i tregonte mistere të ndryshme, pra Robertit, ajo qenje, përveç se i tha që nuk duhet të shkonte që të tregonte të vërtetën për vendin atje ku ata faleshin, që ishte ky, ai faleshin, ose ndoshta ky ishte vetëm një i atyre që faleshin, se ndoshta janë shumë, ne nuk e dim, por disa thonë që ato që flitet, që edhe hanë njerëz, tani nuk e dim këtë. Por ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, ka pak herë dhe shpresoj të dëgjohet, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje që i fliste me anë të mendimit. Pra, edhe ndonë se ishte larg, kur ai flinte në krevat, kur ishte në një vend tjetër, i fliste me anë të mendimit. Pra, komunikonte me anë të mendimit, jo me fjalë. Dhe çudia e kësaj historie është që i thoshte ose e sugjeronte për disa gjëra, por nuk e ndihmoi asnjëherë, pra që ta ndihmonte për punë, sepse Roberti më ka telefonuar, mos gaboj në vitin 2023, mos gaboj, më ka telefonuar duke më thënë që kishte probleme për punë dhe çdo lloj pune ai ishte i gatshëm që ta bënte. Pra, çfarë do lloj pune? Se nuk po gjej punë, tha, po marr në telefon të gjithë shokët që kam, tha se nuk i gjej. Me pak fjalë, ai nga momenti që filloi që të fliste, duke folur me mua apo me të tjerë, nga ai moment filluan problemet e tij. Filluan që ai mos ta thërriste asnjë, me fjalë, të gjithë ata që ai kontaktonte për punë, askush nuk e pranoi në punë. Çdo lloj pune, edhe punën më të thjeshtë. Në fakt ai u kthye sepse kishte kohë që kishte ikur nga shtëpia, po
pastaj u kthye prapë tek prindrit dhe jetonte me prindrit deri në vitin 2023. Tani unë nuk di se çfarë bën më, sepse nuk kemi dëgjuar, kemi kohë që nuk kemi dëgjuar, por doja t'ju tregoja këtë histori që sepse lidhet shumë me fajlet e Epsteinit ose me fajlet e tanishme që thuhen për sa i përket këtyre riteve satanike apo këtyre marrëdhënieve me të mitur etj etj. Dhe problemi kryesor, siç thash edhe sot, nuk është se nuk i din prej kohësh. Këto teori kanë që prej vitit 2000, ndoshta edhe më përpara, por shumë pak i thoshnji. Dhe tani që u shtuan, duke i folur të gjithë, tani ndoshta diçka lëviz. E megjithatë, nuk shkojnë që të kërkojnë, por flasin vetëm për Epsteinin. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këto teori kështu? Pra mundet që mund të ketë ndonjë specie që ekziston këtu në planetin Tokë që mund të bëj këto rite, të haj njerëz apo ku ta di unë, mundet. Shiko, kam bërë një dokumentar, një dokufilm ku bëjnë pjesë disa nga këta që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete, gjeni këtë, quhet lesere ose më mirë qenia, ku thuhet që 250.000 njerëz në botë nuk dihet se ku shkojnë. Zhduken, po nuk zhduken shumë, zhduken me miliona në botë, gjatë gjithë vitit, po flasë për një vit. Por 250.000 njerëz parafërsisht nuk dihet se ku shkojnë, nuk gjenden as trupat e tyre. Dhe ka një teori ku thuhet që në këtë planet ekzistojnë disa specie që quhen si specia e dragonjve ose më mirë e reptilianëve. Dhe thuhet që është bërë një marrëveshje ku njerëzit në shkëmbim të teknologjisë i kanë dhënë të drejtën këtyre reptilianëve që të marrin njerëz, të paktën kështu thuhet. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? E di që është pak e vështirë kjo që ta bluash, por pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.